kryesor të gëzuar ditëlindjen Perla. Shumë faleminderit. Kartolin. A dënare zofa? Wow, shifoni çfarë pas kanë shkruar vajza. Vajzë 25 vjeçare, shijo jetën, merja të gjitha bukuritë dhe kënaqësitë. Është shansi që të jep rinia dhe freskia. Guxo, ti je ajo që ti do. Fati ndihmon gëzimtarët. Nise fluturimin, mos e pritësosh të tjerë. Lumturia jote ka më shumë vlerë. Gëzuar ditën tënde, Perla. Wow, sa Shumë fort, janë Champagne. Faleminderit. Perla, tani ke shumë gjëra për të bërë, sa nuk të rë 100, po 200 vite tjera të lumtura. Di me interes zero, pra. Jo, 100 më dalin dhe më të projnë. Pra. Për lumturinë në rinin e përjetshme. Gëzuar. U hedhe pak shpirti. Një çik më ra. Ti kujdes me shampanjën se nuk e mban shumë pijen. Po nuk e mbajtë ajo, e mbajmë nemi, bashkë me pijen. Sot nuk dua të dëgjoj fjalën mos nga ju. Si urdhra? Ke shumë të drejtë. Sot do të hapi mosin me fund. Hajde gëzuar. Nëse o ka dhe o rebeluar. Nga muzeu e nëzore të ishte? Jo, nga kopshti zoologjik. Dhe kur e bën edhe Ema, pas kemi vërtet nuk vetë rebelohemi. Goca, ta bëjmë selfie mi? Po, s'kemi bërë asnjë foto sot. Ja mirë. Gati? Cheese! Ama mos e publikoni tani se do na marrim sysh. O zot, ja si reke që kapë jo ndir me darë. Po, tani. Hundën edhe. Boss, po futen sama. Okej. Wow, Tia, pas ke bërë tatuazh të rimi? Po, mi kam i avu. Prita shën pak? Shumë po. Thank you. Kam dashur edhe unë me bëj një fix tuke supi, po e tjera që s'kam dita si se ç'a të bëj. Wow, pse nuk pa pemi da kishim bërë dhuratë sot për ditëlindje. Fix. Fundja nuk do kishim marrë dhe shumë lek. Po, ideja është që nuk dua të bëj diçka që të pendohem për atë që do bëj më vonë, a kupton? Tek tjerët më pëlqejnë shumë tatuazhet, po te vetja nuk e di sikur nuk më shkojnë. Se mi qa ka një dhe supin gjanë bukur. Kanë darë qa si të barë tani që gjatë natës duken fosforescent, janë super. Gjithsesi, çfarë do lloj gjëje që të bëni, amanet nga unë, vetëm emra të dashurish mos bëni kur, sepse jo për gjë, po do rini me testenësh në përduar. Jo, nuk do bëja kur. Për zotin edhe mu më duket idiotësia më e madhe kja. Dhe pastaj duhet paguash 10 fish për ta hequr, të merr. Imagjinoni të kisha bërë gjithë emrat të isha vetëm i tatuazh? Si regjistër shkolle. Bashmi se 3 copë kam pasur. Tjera thjesht më kam bërë fresk. Për shembull Kostën do ta bëja Costa Rica. O zot, a nuk i duket pak i gjatë si emër? Okej. Në fakt edhe po të mendoja tani ku do veja atë emrin e Kostës ti. Po tjetër me shpirt nga Kopsha deri këtu lart që kush do donte ta lexonte, të puste mish duke e parë. Kjo është e çmendur për zotin. Një pak dirty ti goca. Dirty goce. Goce jam thjesht femër, jo shenjtore. Aman, mi te aman. Se na bën kohë interesante tani. Për zotin ja ku jemi këtu, unë vëj basë që ti me Neri ke për të fejo. Lartë qoftë, unë s'u fejova me Kostën që vdisja për atë, jo me Nerin. E kam vendosur tani, do merren vetëm me veten time. Matje, e kam në krye të agjenës time. Në fakt, edhe mua nuk më pëlqen fare e Neri, më duket vetëm për qef. Do isha më shumë një djalë më shumë familjar, që sa donte shumë familjen. Fundja qefi bëhet më i bukur ku kemi familje të shëndetshme, apo jo?
Ke shumë të drejtë në fakt edhe ty do të shkonte shumë një tip i tillë. Po, dhe kur ta gjesh këtë tipin e tillë, zemra ma prezanto dhe mua që ta studiojmë bashkë të specie në rallë në zhdukje. Mund ta prezantoj se ma merr ti pastaj. Edhe ajo ta merr me vërtet. Ua, prandaj nuk po na e prezanton atë doktorin tënd, ha? Ke frikë mos i kërkojmë në gjithë për në rast nevoje. Ty nuk ta prezantoj, harroje. O zot, kush i ta për të pirë kësaj sot dhe na fliqi fare. C'est la vie, mon chéri. Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Gota çoj, mi çoj në vitin nga këtu që është në banë ambienti. Po, hajtë se plasë. Guca sa mirë që nga këtu super qetësi. S'pas ka me vërtet një sot. I gjithë resorti vetëm për ne sot. Kush e di çfarë ka kurdisur Beku. Vajza këtu që nga super me vërtet. E duhet vi më shpesh, po? Çdo fundjavë për shembull. Ua po ndimër, imagjinoni do sa bukur duhet jetë? Ja është bie shi, kur brenda qetësi, vetëm ne duke festuar për super qej. Doni të futomi në pishinë? Je? Hajde. Ju kam gjetur si miket e mia më të ngushta për të festuar këtë 25 vjetorin tim. Me këtë rast, dua që t'ju falenderoj për prezencën tuaj dhe që ma keni bërë këtë fest kaq të bukur. Keni vërtet një vend shumë të veçantë në zemrën time. Vajza, çfarë kemi harruar? Ua, ne kemi harruar më të rëndësishme. Çfarë mi? Dhuratën për Perlën. O sot më keni bler dhuratë? Sigurisht. Po, ne dhe ju thash të mos shpenzojeni. Vetëm ju dhe koha që kaloj me ju është dhurata më e bukur. Është diçka që të ngjan fakt. E tillë edhe ti. Dhurata jonë shkëlqen pikërisht si ty. Ta gëzosh. Faleminderit. Çfarë është kjo? Hape. Mos është. Po, është certifikata ku ka koordinata të yllit më të bukur që quhet Perla. Tashmë në qiell është një yll me emrin tënd. Nuk mund ta besoj. Tashmë në qiell ka një yll me emrin tim. Doni të merrnim dhe arushën e madhe dhe të voglën? Po na e kishin zë. E, por Rezi, çfarë dhurate të bëre? Nuk e kam takuar Rezin. Në fakt, u bë kohë që nuk e kam takuar. Po pra vërtet se nuk na ke përmendur shumë Rezin ti. Si keni punë aty? Mirë, pak a shumë. Mirë pak apo mirë shumë? Mirë, do me thënë që nuk e di, jemi në një situatë prove me njëri tjetrin. Të shohim se sa i mungojmë njëri tjetrin në të vërtet. Aha, nuk pas ka fate Rezi shkret bët tatuazh. Nuk e di, po është i fiksuar me punën, lekun. Edhe mu kjo me thënë drejt më bezdis shumë. Plus, është edhe bërcjap në horoskop o gocë. Bërcjapët e nxjerrin lekun nga guri, kështu thonë. Ua, pa kush nuk është i fiksuar pas lekëve mi pu. Pastaj pyeti gjitha shenjat e horoskopit, njësoj do thonë, pse Kosta që është gafora, i numëronte lekët i shkreti 3 herë në ditë, ishte gati ti mbillte në vazën që ti shtash. Shumërime për ty. Shumërime për ty. Shumërime për Perlën. Shumërime për ty. Gëzuar ditëlindjen. Mendoj një dëshirë. Yay! Gëzuar. Cheers! Gëzuar! Mua ju tua. Shumë faleminderit.
Çfarë po bëj vajza? Jo, çdo gjë në rregull. Po han tortën edhe besoj për pak do dalin nga konteksti. Ti bëj kujdes pas të shtoj. Okej. Hajde dëgjojmë. Okej. Sa mirë që ndihem tani pas jogës, si kisha muskujt e shpatullave tërësisht kontraktuar, tani jam goxha më e liruar. Pash në Instagram dihet diçka që quhej face yoga. Çfarë që? Po, yoga si që është e rëndësishme për shëndetin edhe për trupin, ashtu shumë e rëndësishme edhe për fytyrën për ta mbajtur atë sa më të re. Dhe si funksionon kjo? Janë disa ushtrime, masazhet e kthemi që ndodhen për pjesën delikate të fytyrës, për pjesën bosh të syve, të rrafëve të syve, për pjesën e mothave ose të faqeve, siç i themi ne, dhe sigurisht për pjesën e qafrës. Sepse qafra është ajo që rrudhet më shpejt në qit, si të bien dhe mozat bien gjithashtu. Kështu që janë disa ushtrime që ne në fakt do t'i bëjmë si një klasë, ashtu siç bëjmë klasën e trupit, ashtu të bëjmë edhe klasën e fytyrës, që quhet face yoga dhe është shumë e mirë. Tani kishim mbaruar jeni për një kafe, si thoni? Unë për vete li jam, si e keni ka unë goca? Edhe unë pushim jam, kështu që pse jo shkojmë në kafe? Unë sem drejtë kam një trajnim për 1 orë, nuk mundem, sorry. Po ti, si me kanë? Edhe unë fakt kam lënë disa gjëra për gjysëm në shtëpi, pastaj është ai orari ku marr Arbin edhe Erën gjithmonë nga shkolla, kështu që e lëm për një herë tjetër bashkë. Po mirë, pra flasim në ndonë. Po, do të bëjmë planet të tyre, ne shkojmë kafe. Si do qofti jemi te përvonë. Po ka kobe, janë edhe 2 ditë. Edhe 1 ditë. Pas nesër është mbledhja. Je drejt. Pas nesër është mbledhja. Edhe shansioni i fundit. Mos ki mera kobe si kam zgjidhur ato punë. Rri që je kam mbaruar. Si do qoftë kujtoj edhe një herë shefin. Pa mera, do ta rregulloj. Të ikim tani, si thua. Nik. Miro pafsh. Se që kam një shqetësim një. Nëse vetë më dhe në bos. E ke zi në shqetë. Iq. Vazhdoj me ecje? A vesh, nuk ka problem. Vetëm mundohu që ta balancosh mirë kreshën në tokë, shputën drejt edhe kokën, para. Më zëmë shumë, intuve se u për të lëshoj qisë peshën të të mbës. Jo, nuk ka problem. Është normale që të dhenë, madje është gjë e mirë. Pastaj, me gjithat hekur që të kanë vendosur në kocë, nuk besoj se do të thyet më. Le, më s'ma kujto më mirë. Po shjem, kur do miki? Me kalimin e kohës të gjitha do të të shërohen. Për momentin kemi shumë gjëra tjera për të shqetësuar. Vazhdo. Ndjes një minutë. Alo? Çfarë ka ndodhur? Faleminderit. Besoj për 5 minuta jam aty. Mua më duhet të largohem, besoj do vi djali tjetër që të kujdeset për të në rregull. Okej. Mos u shqetëso. Po, Ema kishte një vëlla dhe një motër më të vogël apo më ndihmua? Po, ka një vëlla dhe një motër më të vogël.
Edhe i duhet kujdeset për ato gjatë gjithë kohës se prindërit e vet punojnë me orare shumë të zgjatura. Sidomos se jema njëherë punon supermarket deri vonë. Po ja të më që merret. Tatin e ka mekanike dhe ai është gjithë kohës në oficinë. E ma thot që dhe në darkë kthehet shumë vonë. Kuptova. Po edhe te kishte një vëlla të vogël apo Po, dhe Tea ka një vëlla. Tea ka jetuar për shumë vite në Greqi, edhe tani është kthyer në Shqipëri me të ëmën dhe vllajën, kurse babai është akoma andej. Dhe duke qenë se ëma punon 2 punë, ajo duhet kujdeset për vllajën. Po, në fakt, këto vitet e fundit, shqiptarët kanë lëvizur shumë, Greqi, Itali, Gjermani, së fundi. Edhe unë, fakt, para se të vija në Shqipëri, kam një mikun tim aty në Itali dhe ai më tregoi pak a shumë se çfarë ndodhte në Shqipëri dhe ai më sugjeroi edhe për palestrën e jogës, pasi më tha që është një trend i fundit në Shqipëri edhe që kishte shumë nevojë për një palestër të tillë. Me të vërtet? Po, unë para se të vija në Shqipëri, nuk është se isha shumë e lidhur me Shqipërinë edhe nuk dija se çfarë ndodhte këtu, ai më tregoi gjithçka. Në fakt është për të ardhur keq sepse Shqipëria, Italia janë shumë afër me njëra tjetrën. Po, ke drejt, po, e ke përsysh kur të merr ajo rrjedha e jetës, punët, familja, edhe ti nuk ke shumë kohë që të marrësh vesh se çfarë ndodh këtu, gjërat. Plus që Shqipëria ka ecur goxha edhe është shumë mirë. Po jeta jote në Itali, ti ke një familje? Unë kam pasur një familje. Në fakt jam e divorcuar. Kam një vajzë 5 vjeçe me ish bashkëshortin tim. Po sa vite kishit bashkë? 7 vite të mira. Po kështu thonë që pas vitit të 7 fillojnë edhe këto krizat martesë. Në fakt, jo eksaktësisht, edhe pak më përpara, ndoshta kur vjen jetë fëmia i parë, pasi fokusi i jon, i nënës, le të themi, kalon tek fëmia edhe ndoshta ai fokusi i babait kalon diku tjetër, siç kaloi edhe i bashkëshortit tim. Po ç'patët ju psondat? Më fal që po të pyesë se nuk duhet të veja në siklet. Jo, pa problem. Dikur e kam pas vështirë, po tani e kam më të lehtë se kohët kanë kaluar edhe koha shëron gjithçka, thonë. Ai më tradhtoi me shoqën e ngushtë. Edhe kjo është arsyeja që ne jemi ndarë. Çfarë thuami të tradhtoj me shoqën tënde të ngushtë? Po. Jo, nuk ka mundësi. Po si e bëri këtë një herë? Ja që është e mundur. Se besoj se jam rast i parë, kështu që më ngushëllon këtë fakt. Po ata të dy vazhdojnë bashkë? Jo, nuk vazhdojnë bashkë. Mendoj që ka qenë një lidhje momentale. Ai vazhdon të më marrin telefon edhe kërkon që ne të bashkohemi. Por siç thoni në Shqipëri, kriset gota, në mos gaboj si është Shqipëria nuk ngjitet më. Pa, është e vërtet kjo. Edhe unë mendoj që ne nuk do ftehemi kur më bashkë dhe jam e lumtur që unë jam në Shqipëri edhe gjërat janë kështu si janë. Po vajza si e kaloi ndarjen tuaj? Po vajza, normalisht të dy e kemi prituar pak rënd në fillim, normale, por që unë e munduar që të shpjegoj që jeta vazhdon, që këta janë gjëra që ndodhin, nuk jemi as parë as të fundit, kështu që ajo e ka më të lehtë për ta kaluar, se normalisht ajo ka nevojë për t'jatin, është normal. Sa mirë që e ke kaluar. Po. Po të mira goca. Po. I kept your note in a blue. E si vajza vazhdojmë të dini pije. 1, 2, 3, 4. Gjulli anash. Liu. 1, 2, 3, 4. Vazhdojmë. 1, 2, 3, 4. Shpina drejt, që tu me morin. Vazhdojmë. Eci. 1, 2, 3, 4. Eci. Vazhdojmë. Që i qëmi që t'lona anash. Shpina drejt, nësë kontrakto, Europa, qafa drejt. Bravo. Ecim, ullum. 1, 2, 3, 4. Edhe 1, 2, 3, 4. Gjullion anash, beris, 6, 7, 8. Gallo, ecim. Ecim. Nësë kontrakto, Europa, qafa drejt. Ecim. Vazhdojmë. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ecim. 1. Në të njëjtën kohë, ecim edhe një herë. 1. Në sinkron 7, 7, 8. Ecim. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ndrojmë fronë. Ecim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ec. 2, 3, 4, 5, 6. Busadon, pysim 1 minutë. Kalojmë me stretching, bëjmë pak nxehje se kthehemi përsëri, okay? I reach for light, it slips away like steam on glass, like yesterday. And every road that leads me through turns back around when I think of you. Come back home, come back. Kuror gëzimi. O, sa bukur. Fantastike. Që këta, që janë këto, ta shëpëm me moj linda. Që së mbyllën gojtë e lika, moj linda të kanë zili, moj linda. Ta shtë një këtë. O, ku shumë zbukuroj saloni, në zemrat e linë. Po ku jeni, moj drica, ku jeni? Sa bukuj pas ke flokët i Perla? Po, që kur mi ke prerë ti mi arrit shumë shëndetshëm. Faleminderit i ke duar të arta. Po që do bërë sot? Unë sot do bëj një krefje edhe një make-up, ashtu si që bën ti. Qa bën zemra jo dhe ti? Po ti Ylli? Po them ti pres pak edhe Kaçurela. Në fakt janë bërë qik për të presit, janë ndik një qik, po s'ka ju do më presësht e karike sa të vazhdo qik me Perla. Po zemra ime. Po, kafen e pive. E piva, e di veti. Qa ka Gjani, e tregon fil Gjani, po ecë me të shumë për vonë. O, sa mirë keni bërë që erë dhe të sajnë dhe ma e duve. Në fakt. Du dhe atë celular se ngele gjithë ditën atë të dollën sytë vëndit. I ke bërë detyrat për nesër? Ja. Kush është jaja? Është një shoku im këtu në celular. Ha, je bërë shakagji i madh ti. Zysha tha që me matematikën nuk i ke mirë punët. I ke bërë detyrat për nesër? I kam bërë detyrat e matematikës. Po në gjë tjetër, ke pa bërë? Duhet bëj një artim për fshatin. Ulu pra shkruaj, qa po pret? Po çfarë të shkruaj, moj, nuk kam qenë asnjëherë në fshat. Po shkruaj pra të verën që ishim bashkë gjithë po gradec, për shokun që zura atje, për liçenin, për shkëmbin që bëni xhytje. Ja për këto. E mban mend apo jo? E mbaj mend. Për këto shkruaj. Po Gradeci nuk është fshat. Pse s'thua ti që e njish për gjeografin? I parë ju. Lori nishit dyshi, po ulu bëj detyrat aty, mos më shko më pa detyra. Po ku ke humbur i Perla? Po kam qenë duke u marrë me ca projekte këtë kohë të fundit. O, qa ke pasur? Po kam marrë një ofertë nga Miss Glow. Edhe do shkoj në Kinë, do organizohet një shfaqje shumë e madhe dhe jam marrë me këto përgatitjet për kostume tradicionale, veshje që duhet kem atje. Çfarë thua moj? Po lindëstat do i gjesh një vend si make-up artist aty? Po pse jo? Super suksese zemra. Shumë faleminderit. Imi Alba, e more vesh me hajde, se pas kemi të reja. O kush do miki mua në Kinë, moj. Ha. Dhe shkosh në Kinë? O zot, jam shumë entuziaste, nuk e di domethënë. Super, po nga ishit juve? Apo ishit për shopping? Ja, nuk ishim për shopping. Te Roberta ishim, kishim yoga sot. Sa mirë, po si kaluat? Ua, shumë mirë. Jemi relaksuar pa fund, nuk kam fjalë. Në fund fare pim edhe i kafe, bëmi dorë muhabet. E pas keni bon, moj, keni kënaqur sot. Po. Amasa na ka laktar nisur fare sot ajo. Kush moj? Roberta pro. Kyçë pse? Nuk është se ndodhi ndonjë gjë e madhe, na tregoi historinë e saj. Oh, e qa historie pas ka treguar Roberta kaq, wow, sa ju kalën pa fjalë. Po ajo kishte qenë e martuar o gocë, në Itali, 7 vite. Roberta e martuar? Po, kishte edhe një vajzë. Kujtohet si ishte beqare, Romi. Jo, nuk është beqare, dhe madje që nga ndarë para se të vinte në Shqipëri. Seriozisht e keni? 7 vite të hedhura dëm. Po mirë me zemra, a ju tha juve pse ishte ndarë apo? Se ndonjëherë është ke vështirë ta për të thënë këto gjëra, kështu që. Kishte pak të vështirë në fakt, po mu duk sikur kishte nevojë të shprehej me dikë. Edhe u hap, domethënë, foli lirshëm. Po pse u nda apo?
Se burri vet e kishte tradhtuar edhe me kë thuaj. Me shoqen e saj të ngushtë. Atë me shmër. Qa maskaraj, legend fare. Po si me gjitha jo Itali, gjitha ato goca, shkon edhe tradhton edhe me kë me shoqen e ngushtë. Po jo mos e jep derra jo në gjithë. Atë thuaj, sikur s'kishte tjetër. Tira që po bën aty? Jo, po shikoj ca gjëra. Qa gjërash po shikon? Gjërat e mia? Po ato foto që kështë edhur dje në Instagram, kush t'i sheh? E ke private apo publikat Instagrami? Publike kam bërë, po. U rritë ti që fillove të mbash Instagramin publik? Po që është e mia, ashtu e kam. Urgjentisht shija ato fotot edhe iqja ato komentet, kur s'm ka komentuar aty. Mimi. Po hajde, të bëjmë darkë njerë edhe kemi pak punë bashkë. Qa doni t'ju gatuaj? Se ti qa mendon ti? Nuk e di bëni çfarë dojnë. Qa doni pra më thoni, të bëj fetulla? Jo pra petulla. Ua, kam parë një kështu recet në Instagram, duke shumë e mirë. Thot, bëj makarona flutur, salcë, tonë edhe spinaq. Ama, Noera, ku mi gjenë të kombinime ti? Se mi shumë e mirë duket. Po në lajë, si gatuaj në gatuan ti. Po me e hajtë, ti më e dho. Atëherë, për mua një kaprinja të lutem. Një cedar për mua. Dhe një Manhattan. Gocë pas ka i mirë këngëtari, super seksi. O, zot që ka vërtet i mirë. Po, që ke këtë fiksim me këto këngëtare do godë se edhe kostë këngëtare kishë Lena. Ma për mund kostë në gocë. Ajo ka ishë lidhja me fort që kam pasu, në fakt, dhe të them të drejtën sa më shumë ka lënë koha, aq më shumë e kuptoj këtë gjë. Po, ke marrë vesh në një gjë për atë? Ku bëhet, akoma në Greqi? Po, nuk e di, atje duhet tjetë. Një ditë akova shokun e vetë, por nuk e pyeta për atë sigurisht. Po pse se pyetemi të kishe marrë vesh në një gjë? Nuk dua të gërmoj o gocë, pastaj ti e di që po e bëra këtë gjë, më ngel mendja aty pastaj. Harrova fare unë. Tani ti me Kostën i shefe, juar apo thjesht e lidhur? E fejuar. Familjet tona ishin prezantuar, e dinin për njëra tjetrën, kështu që fejuar gati. Pse u ndat ju? Ne u kthim nga Greqia në atë kohë, ndërsa ai ndeti atje me grupin. Unë nuk mund të rija dot, se nuk e lija dot mamin vetëm. Ashtu erdhi situata në shtëpi. Mami donte të kthej, babi donte të rinte aty. Mati babi është akoma atje, po nejse. Ajo Vera ka qenë super e bukur gjithsesi. Ai këndonte gjithmonë darkave në një tavernë greke me grupin e tij, më merrte edhe mua sigurisht me vete. Sa herë që këndonte një këngë greke, më thoshte këtë, po e këndoj për ty. Sa romantik. Zot, sa herë që e dëgjoj atë këngën, goca, I swear gjithmonë kujtohet ai. Herën e fundit që bëm dashuri, ka shtrënguar dorën, e keni parasysh si nëpër filma, gjithë pasion, gjithë dashuri, sikur e dinte i shkreti që do ndaheshim, sikur nuk donte të më linte tikja. Edhe në fakt, keni shumë vërtet një çift shumë i dashuar edhe shkonit shumë me njëri tjetrin. Për zotin jam habitur shumë kur janë darë këto të dy, thash qa ndodhi o gocë, veç me I pasmar njëri në styrse. Kjo edhe një lidhje dashurie, që në atë kom vinte ta vrisja, por atmosfera bëhet shumë e bukur, me bira, me këngë. Unë e kuptoja, kam qenë vetë aty, ndaj, nuk më vësh shumë. Beton, Faleminderit. ja finit. Cedari? Cedari, fisem, po në të helzuar gota. Gota, cheers. Me sapnira. Që nga vërtet shumë e mirë. Ej, bolla lodhër kokën me Kostën po. Na trego pak për Nerin, si po shkon situata me atë? Si është intimiteti mes jush? E ke parasysh ato çiftet nga 700 vjet? Mama. Po ashtu jemi dhe ne, gocë paktën për mua ashtu është. Nuk e di. Si ju ka? Si e një juve? Si ka luat? U vonova pak. O, mos e vrit mendje fare. Në zi arrita në fakt. Pak ma mori mendja, po mos e vrit mendje se kemi shumë që kemi ardhur. Si e? Një vodka qerit lutem. Mami u vonua shumë sot në punë edhe nuk doja të li Arbin edhe Erën vetëm edhe prita derisa erdhi ajo. Si kaluat ju? Po mirë, vetëm unë kam folur. Si lodha. Në gjoni pak, sot më ka ndodhur një gjë shumë e çuditshme. Kisha klasën e baletit sot me vajzat e vogla, edhe erdhi Beni si do të jepja qerat. E më tha që jamën e shkuar te dera e sallës baletit kishte lidhur një varsë floriri. E më pyeti nëse ishte ime apo jo. Ishte jo? Faleminderit. O jo. Mos ka shënë ndonjërës nga ato gocat e vogla të baletit. Po nuk ishte varsë vajzash vogla ajo, Perla. Ta hege, ma.
Beni dashka të korruptoj maskaraj? Shipe, qa po ndodh këtu? Jo, harroje, unë me atë, po s'ka shanse. Ka shanse për ty, po ka shanse për Benin. Hajde gëzuar me që na erdhi dhe Ema. Gëzuar për Benin. Gotan se... Për një pak. Në rregull drejt. Ema, ka ky që këtë, Aris, është super i mirë. Ka gjullë. Natën është fiksuar këtë, nuk ja heq si. Do e shef për vete. Wow, pas kemi të reja. Akoma jo, po? Nuk i dihet me ata që Unë po e krasë me koshtë. po me koshte jo. Nejtë është më në traje. Që nga vërtet i mirë. Kemi video. Ka ndodhur një gjë e rekrea? Ende jo. Cheers, Gotan. Edhe një bash. Cheers! Gocan një sekund, erdha. Po ti? Nga dole këtu? Këtu përball isha me mikun tim, po darkonin bashk. Ju pashu që dolet nga klabi dhe erdha t'ju merja. A dhe t'ju qënë shpitën. Po këj ka filluar të ndjekit Pergjen? Po më së duket. Do më lësh pak aty të lutem? Tu bora? Po. Pa tjetër. Faleminderit. Natën. Natë dhe mirë. Mua më ndaloni te karburanti se më poshtë nuk ka vend për të ndaluar makina. Hajde. Po gjatë neri. Nuk e di ti pse ta thash unë këtë, po do ta them më po. E di se fola unë prandaj. Nuk e kërkën? Si ishte puna ma të regu dhe njërë? Alba motra. Më tha që Perla dhe Rezi kanë sa kohë që janë ftohur. Ne e mori vëshë. Po tek ditëlindja e Perlës ishin mbledhur vajzat bashkë, kishin folur gjatë gjithë kohës dhe e kishte dëgjuar. Përshtu? Se merë mundi. Kjo është për ty për ditëlindjen e Perlës. Ja guardi, a mundësi, si mund t'i mash më të gjitha ti? Pëlqen, ha? A më pëlqen, ti ku parfumi? Të dyja? Ha? Niko! Loha, dhe, me të se.
E Po? Ashtu, ha? Dhe kur dolin këto muhabete? Ja. Dhe gjo mos më përdridh, mos e dish të bëja dhe jo. Të thash njerë, mos më përdridh, mos e dish të shkri fare! Mos... Bisedën e kemi lënë ndryshe. Do vazhdojmë ashtu si që kemi lënë. Pik! Frika nga intimiteti shoqërohet shpesh me ankth seksual. Prandaj, marrëdhëniet e njerëzve që kanë frikë nga intimiteti shpesh nuk janë plotësisht të kënaqshme. Ata që kanë frikë nga intimiteti nuk flasin për përvojat e tyre të kaluara. Në fakt, ata jo vetëm i shmangin ato, por madje mund të gënjejnë për to. Ata nuk flasin për ndjenjat e tyre pasi besojnë se një gjë e tillë do t'i lëndonte. E ti, ndoshta e kam të gabim, por më nduket sikur ti je shumë e tërhequr këto kohë foni. Ka ndonjë arsye? Ti duhet ta kuptosh situatën time. Kemi folur edhe më përpara për këtë. Çfarë do të kuptojmë? Ti fol me mua, ti nuk komunikon me mua. Më të marrë në telefon ti se hap, shkruaj mesazh ti nuk më kthen. Çfarë do të kuptojmë? Ti je i fejuar, okay? Edhe si për tërës kam gjithë javën që dëgjoj vetëm historinë ndarjesh. Si më futaj Robert Nens, Dan Chief. Unë jam e treta këtu, nuk më pëlqen. Unë dua që ti t'jesh e bindur, që në qoftë se ndahem, nuk do t'jetë për fajin tënd. A në qoftë se ndahesh, nuk e ke akoma të qartë. Atë çfarë unë kam të qartë është që dua të jem vetëm me ty. Pro, normalisht nuk e kam edhe situatën siç e kam pasur në fillim, se në fillim ka qenë interesante, tani është bërë acaruse. Ka ardhur më tundës. Nuk funksionon më si më parë. Po, për momentin jem atë tjetër, nuk di të të them. Për momentin për. Gjithsesi, më ndi që dua të jem me ty. Kam pak situatën jam favor. Po, kaq. Nuk e di. Kjo situata nuk më pëlqen as pak. Shko, do më lësh edhe mua pak kohë. Ti vë gjërat në vijë. Kaq dua për te. Vetëm pak kohë. Dakor? Dakor. Më pajtuam domethënë. Pajtuam. Gëzoj. Do më tregosh tani çfarë ndodhi mbrëm? E kalova natën me Aleksin. Seriozisht e ke? Nuk e di o gotë si përfunduam bashkë, ashtu shkuan punët. Po, fundja ti këtë doja, apo jo? Se marrë vesh, qa të shqetëson tani? Ka ardhur Kosta në Tiranë. Jo, që thua ti e pa besushme? Po, ku kujtuaj tani? E si dhe a bësh? Nuk e di fare, jam bërë lëmsh, edhe truri më është blokuar. E di si më duket e ma? Sigur më ka vënë njëri ndaj. Sigur po talë ndonjë me mua, ja kështu më duket. Ti pra, pa i zamëndje hapur, që jetën goca. Jepi drejtim tani.
Mos u bëja keqe me mua, të lutem. Ha, se shaka bëj, po... Ti, Kostën e ke dashur, apo jo? Kështu them brëm, a i ka qenë dashura e jetës time. Ashtu thash vërtet, po. Kanë kaluar shumë kohë gos që kur kemi qenë bashkë. Shiko, ti dil njerë, takoje, shikoj qa do të thotë dhe pastaj shife bëj. Pa shu da bëja shumë. Jam bërë lëm shpare. Zot më ndihmo. Nikë, e sotë dorë. Me qesh ka të shporosin. Po, shumë, të moza. Faleminderit, Niku. Se nuk e fton brenda. Po, do të takoj bashkë. Jo, se nuk duhet qesë se shoh. Pas këtë njerëz. Jo, shta po. Jo, të lutem. Kalofshi mirë. Faleminderit. Gjithë mirë. Faleminderit. Jemi dakord të dashur. Në lodhe me ato unë. Po, unë. Kush i ka bërë gjitha këto? Kush i ka bërë ty? Ti i ke bërë. Po. Po ke haruar në çfarë ke filluar? Me parat e babait tim i ke bërë gjitha këto. Se po të mos kishe ato, nuk do kishte sot asnjë gjë tjetër. Po, po t'ishe ndonjë tjetër në vendin tim, ato para do t'i kishe bërë rushe kumla. Nërsa beku i 100 fishoj. Prandaj them unë. Dhe të mbam ty si princesh të mbam. Po dhe ti nuk je valjo. Relax tani. Se ka në surprizë për ti. Parfumi i ti mrekullueshëm dhe i preferuar. Burim i keq edhe i dashur. Atë këtë. Ta gëzosh ditëlindjen e vajzës. Ta gëzoj. Të dy bashkë. Gëzuar Rezi mirë se erdhe. Si po shkojnë punimet? Ka 2 ditë që më ka blloku punimet ato të bashkisë. Pse? Po të nxjerrin sa pretekse. Duan këto ladra, duan ato ladra. Mos u shqetëso. Do flasu me një dy miqtë e mia ty do ta rregulloj. Në fakt s'kam dashur të bezdis. Mos u shqetëso Rezi, këto janë gjëra të vogla. E rëndësishme të plotësojmë dosjen, të mbyllim dosjen e resortit. Të gjitha baterit duhet i dorëzojmë aty. Me ti me miqtë e tu, unë me të mitë natyrisht, të mbyllim sa më shpejt dosjen dhe pastaj të jemi qetë. Gëzuar. Gëzuar. Për resortin. Gëzuar. Darga është gati. Moza, erdhëm. Rezi ri qetë rëhatsin shpitën dhe. Faleminderit. Rezi bëre shumë mirë që erdha. Mirë se u gjeta. Perla, babi se po të presim. Perla. Mos e bukur njërë. Si gjithmonë dhe më e bukur. Shumë faleminderit. Faleminderit. Kjo është për ty. Ta shohim se çfarë ka këtu brenda. Ore, Shumë e bukur, po. Shumë e Që nga vërtet e bukur. Shumë e bukur. Faleminderit Rezi. Ta gëzosh, babi. Shumë faleminderit, është vërtet shumë e bukur. Shumë e bukur, dhe ty të shkon shumë. Faleminderit mami. Rezi e një buri veçantë që nuk e haron ditët e shënuara. I thash Rezit eja nga nesër për darkë. Nuk i thash pse. Më tha që do vi se e kam një motiv. Nuk e dija që ai mban të mend ditëlindjen e Perlës. Bravo, të lumt. Si mund të harrosh 25 vitorin e Perlës? Është e pamundur. Jo, nuk harrohet. 25 vitori bukuroshe zbab. Babi gëzuar. Gëzuar. Më bërë 100 vjeç. Shumë faleminderit. Jetë të gjatë, të lumtur dhe në kërkim të ëndrave të tua të bukura. Shumë faleminderit babi. Gëzuar. Gëzuar. Gëzuar së më. Zemra, gëzuar 100 vjeç na u bëft goca. Shumë faleminderit babi. Perla, si kalove mbrëm për ditëlindjen me gocat? Mirë, shumë mirë kaluam, nuk është se bëm ndonjë gjë të madhe, vetëm është shosht e mia të ngushta e kanë festuar. Kush ishin? Me Tean, Emën dhe Albën. Gocat mira, Ema është vërtet gocë mirë familjare, më pëlqen Ema. Edhe Albën pak e njoh, me të drejtën, ndërsa ajo Tea është natyrë shumë interesante. Sa që mirë është,
po edhe pak si... Ato janë vajza të mira. Në të mira pra janë. Mirë, po. Kur një vajzë nuk sheh fundin e rrugtimit saj, nuk e di se si do t'i shkojë jeta. Apo jo, Lezi? E po mendoj që vajzat e mbara nuk sjellin probleme në shtëpi. Normal. Ky është mendimi im. Po. Kjo është... Ja, e shef pra si kuptojnë ju me njëri tjetrin? Men's word. Në fakt, e thën nga i matë kjo, edhe mund ta pranoj, po, e thën nga ty në këtë moshë që ke, është e papranueshme për mua. Jo, çdo kush ka mendimin e vet, nuk ka asnjë të keq apo jo. Mos e? Po. Gëzuar. Gëzuar. Gëzuar i tash, gëzuar. Edhe hani diçka. Do të them arsyen përse unë e ftova Rezin. Ne të dy do të bëhemi ortak në një biznes shumë fuqishëm. Rezi trashëgon nga jati një pronë 130.000 metra katror, që janë diku këtu nga juglindja e Tiranës, aty ku do zhvillohet Tirana nesër, dhe ne kemi në plan të bëjmë një resort që t'jetë ndoshta më i mirë i Shqipëri, për të mos thënë më i mirë në Ballkan, apo jo Rez? Me ty që s'ka bëhet. Imagjinoni një pronë që është e jotja, dhe ndërtimin që ti bën aty, e ke fitimin 300%. Ti jesh i bindur i dashur që kur të mbarojmë këtë biznes, nuk do kemi nevojë të punojmë më. Gëzuar, jam shumë i kënaqur që je këtu sot me ne, se e bërë si pjesë e familjes i bie. Faleminderit shumë. Gëzuar. Suksese. Faleminderit. Gëzuar për. Gëzuar. Përla çfarë ke babi? Kam pas në fakt që ditën dhimbje koke sot edhe sikur nuk po ndihem mirë. Nuk e besoj se u ngel hatrin nëse ngrihem dhe shkoj pushoj pak. Prisjet pak të sa të ndanim dhe tortën. Meqense më doni kaq shumë, do ruani një copë torte për mua. Do ruaj patjetër. Natën e mirë. Në mirë. Do më falni dhe mua. Si e zëma? Mirë. Si e ti? Unë po marri kafe. Okej, në rregull. Ço do ti? Ato të zakonshmën. Pas ka qënë marë. Po, motra. Po, jo më jo se pak po bëshë kam ikur, as gjysore. Po mami pak më mirë ishte. Tensioni ka zbritur, mos u shqetëso. Kur ika unë ishte 10:06. E marrë vesh tani 8:05, 10:06, e ka shumë më mirë. Mirë, mos u bë merak. Më trego pak, ishte tek lindja e Perles. Aha. Si? Vetëm e shoqet apo dhe njerëzit e Rezit? E mirë. Hajde se flasim nga afër po ashtu. Mirë, hajde të pus. Pat. Ciao.